Që apo s'paku ka informata, nuk di sa janë ato të vërteta apo të pavërteta, se në lokalin ku ka ndodhur rasti, themi incidenti i ditës së djeshme ka pas polic. Dhe duket që ata polic fare nuk kanë reagu. Dhe mund të jetë faktikisht një prej arsyeve, nëse janë identifikuar ata që nuk kanë reagu, besoj që kjo është e keqe, do të thotë është e dëmshme për sistemin tonë të sigurisë edhe për sistemin juridik. Sa i përket të themi kështu ditës së mramshme, unë kam dëgju zyrtar të thotë policisë që duket që ky aksion themi njësive speciale ka qenë edhe paraprakisht, do thotë më herët i planifikuar dhe kanë mund përputhen data që kanë ndodhur ditën apo mramjen mram, të thotë gjatë natës. Ndjes për vlerësimin tim personal po s'më dok shumë bend. Zëngashe, që se dëgjova pra, po të ditë të punu gjatë në qëtëra sektore që ato njësisë së angazhohen për çdo punë. Këtu e komentojmë ata shka është zyrtare, se nas mujna mi thoni zyrtarit lartë policisë, i cili deklaron që kanë qenë planifikimet më hershme dhe nuk kanë pas fare lidhje me situatën e krijuar djen me zotit Lushtaku dhe me Hani, do thotë duhet i besojmë dikujt dhe kjo është policia jonë. Ne nuk kemi një ligj special, tash kthehemi kështu në aspektin e ligjit procedurës penale. Do thotë nuk kemi një ligj special që aplikohet për Sami Lushtakun apo për dika tjetër. Ligji është i njëjtë për secilin dhe besoj që kjo është politizuar më tepër se që do duhej, për shkak se gjithçka ka mund të kryhet në mënyrë të qetë ditën e djeshme, se na kemi pa një prokurorë, do thotë kemi pa publikisht, meqense ka qenë interesimi shumë i madh i mediave, që ajo asnjë dete ku ka kamera. Dhe të ishte diçka jo shumë serioze, paraqitja të themi e saj, nëse mund të themi kështu, që duke që nuk ishte informuar fare, do të thotë se çfarë ka ndodhur dhe ajo thjesht kërkonte prej policisë që t'i tregon ku janë kamerat. Ato faktikisht punën operative fillestare e kryen policia. Edhe me qenë se duket që ka pas, do të thotë, ndoshta informacionet besueshme të policisë Kosovës që një pjesë e policëve nuk e kanë kryer punën mirë, edhe ndoshta për këtë arsye është tensionu situata dhe kanë ardhur sipas me hetues më të mirë që ka Republika e Kosovës. Kanë ardhur prej Prishtinës, e kanë intervistuar zotin Sami Lushtaku dhe kjo punë ka përfunduar krejtësisht, do të thotë siç do duhet përfundonte. E tash, sa i përket grumbullimit pjesëtarëve, do të thotë të themi qytetarëve që janë këtu nga AVL e UÇK-ja, do të thotë secili ka drejt, do thotë grumbullohet në qytetin edhe në shtetin e vet, por kërkush nuk mundet me mohu policisë tonë që me shku në çdo cep të Republikës tonë kudo që ata e konsiderojnë që është e nevojshme, sepse për kanë apo kundër kujt kanë protestuar, kundër policisë vet në Skenderaj, kundër policisë tonë të Republikës Kosovës, kundër gjykatës, kundër prokurorisë apo kundër kujt. Dhe unë mendoj që dëmin më të madh, do thotë ja kanë kriju vetë zotit Sami Lushtaku. Unë kam qenë avokat i Sami Lushtakut në disa raste, e kontekstit politik gjithmonë është lajmëru. Kështu që për këtë arsye po them që dita e djeshme do thotë nuk është dashur të shndrohet në diçka e madhe në kuptimin që të ketë acarime edhe në kontekstin politik për shkak të zgjedhjeve që janë, thjesht siç janë intervistuar dy persona të tjerë e që janë liruar procedurë të rregullt, ka mujt fare le të intervistohet edhe zoti Sami Lushtaku dhe me këtë procedurë paraprake prokuroria faktikisht e kishte kryer punën e vet, meqense ata të tretë supozuar që kanë qenë të involvuar ndaj sulmit zotit Mehani janë liruar procedurë të rregullt.